Merkato i janarit mund të sjellë një ndryshim të rëndësishëm për karrierën e sulmuesit Christian Shpendi, i cili bën mjaft mirë në radhët e Çezenës dhe ka fituar një grumbullim me kombëtaren duke luajtur në miqësore ndaj Gibraltarit. Sky Sport në Itali bën të ditur se për sulmuesin shqiptar ka një interesim shumë konkret nga klubi i Al Sadd në Katar, ku trajner është Roberto Mancini, ai të cilin trajneri kombëtar Silvinho e ka cilësuar shpesh si mësuesin e tij, pasi i ka dhënë mundësinë e parë që të punonte në një staf teknik në radhët e Interit, ka shfaqur një interes konkret për Shpendin. Në Itali raportojnë se Mancini e sheh sulmuesin kuqezi si një pasardhës të denjë për Roberto Firminon, i cili është pjesë e këtij ekipi dhe është dëmtuar kohët e fundit në një ndeshje të Ligës së Kampioneve të Azisë. Mbetet të mësohet nëse edhe sulmuesi shqiptar është i interesuar për këtë kalim në futbollin e Katarit për shkak të ofertës ekonomike apo nëse dëshiron të vazhdojë të mbetet pjesë e futbollit italian. Për të kanë shfaqur vazhdimisht interes klubet e Serie A, por deri tani nuk kanë bërë asnjë lëvizje konkrete për të siguruar firmën e tij. Duhet kujtuar se Cesena është plotësisht e përfshirë për momentin në luftën për ngjitje në Serie A, ndaj vetë Shpendi mund të jetë më i interesuar që të qëndrojë të paktën deri në fund të sezonit si pjesë e bardhëzimeve para se të marrë një vendim për të ardhmen.